Kështu që nuk e di, a do të kena ma telefonata me qenë se jemi që 2 orë e 30 minuta së bashku. Prisëm po shkoj edhe me një pikë muzikore, nëse ju, unë këto veç ju kisha përshëndetje, duke ju falenderu të gjithve, ju që keni telefonu, e kam një telefonat. Do ta marr. E kemi pra edhe një telefonat ku do të marrëm me knaci, përshëndetje mimra ma mirë se na erdhe Isa. Mirë ma lule, mirë ma ndëgjuesit tuaj. Isa si dhe si po kalon atje në vendlindje. Për ka herë ka një nevojë për qetësi këtë vendlindje, është qetash se njerëzit po barikadohen për shtëpijat veta. Ka një shtëpi përpara thëshën kulla pranë tanushit, ai pranë tanushit shkon një burr shpanel veç kull mrena, si shkon dalë, as kish pa prit musafir, si shkon dalë për dera. E tash në botë tonë për kullat veta, veç pozitetën e për ndaj qajtora diku në restoran se kush kullas me shkon për atëli, edhe ju falenderoj ju se keni çto radio po na bashkoni se kullat jenë zhdu ka isin mejt në për sallën e krejt burra grau bashk. Po na kthehet ajo si përpara gratë nuk delshin se ka qenë nder me pru kafen edhe kur ta cilshin kafe nuk theshin në shpejtësinë rikthert mrapas as shpinës ta ktheshin. Shumë e vërtet. E tash po na kthehen tana shoqër Zotit që ka ardhur koha më na kthy. Po edhe për të mira se na tash kemi hec përpara, kemi ma shumë, kemi ekonomi, kemi liri më të madhe. Është për respekt. Thuj sallan, is po thet gjevdeti. Tash është koha që aty një miku tem atje, përshëndes shumë shalin e venit. E tha, ma që e tha që është po kalon Kosovë, thash, liria ka emër pa shaljon. Dumë se kam këtu për momentin. E për boj Solomodika e për kongë qëtelia shakia, po të bojmë e përrim pak ma shlirë. Për bojmë si otë burrë. Super, për zotën knaqesh, super. Ja, knaqem, edhe kur të shkoa me familje knaqet njeri ma shumë, po ka edhe familja dhe vetë. Ka nevoj njeri për shoqënie, për njerëz të mire, mund dëgjue, më fole, me bisedu me ndruna i mendim. Është shumë e vërtet se njeri ti mungon nga njëherë edhe shoqënia edhe të largohet ka pak edhe për neja mes njerëzve, edhe më këthuj pak me kohën për bisedat mira. Edhe ta din gruja kimetin ma shumë kur të largohesh, edhe të jasoj edhe aja ty. Tash unë pja di ma shumë asajna, se unë dy dur të i kom nuk di me përgadita si san, as me fshia, as diçka se si thujnë të na, thujnë ka bo batal, kur nuk punoj këto, ka thëshë në batalis. E që të pësima ka lënë gruja, si nuk kom dit as një gjo me bo shumë keq është ajo. Po, duhet më mësu një jetash. Qa ka të rete jo, Lule? Për zotë sa në absolut që shto punë shpe, në mëra me që shto kur po moj, po hi në radio, qa me bo? Për bes, kom respekt shumë, ku pe merë këtë energjiti. Una. Ku për mërë tonë këtë energji, vetë burë, vetë gru, vetë zoj shpije, vetë me këtë program të ne majtë për gjithë pramin njerëzve, të i bashku njerëz me të vërtet ki energji, respekt. Faleminderit për këtë fjallë, Isa të thamë drejten, në atë aspekt se Zoti ja qanë njerit disa gjana që mëni përbalan edhe mëni banë. Dëshira, është vullneti. Po vullnetin e kam çdo herë, edhe nuk ju ndërzu asnjëherë, edhe pse edhe këtu në radio me qenë se për zotën don punë, edhe 99.9% po jam vetë, se edhe stafin, edhe me qenë se është staf shumë i vogël tash, nuk jemi më staf i madh, po jemi një staf i vogël, po kanë këta 21 që kanë punë. Vllavën që ashtu për kam doj vanë punë, avnia që ashtu edhe kë në zonë me punë, po një punë që dohet pa tjetër sa herë të thiren, pa më parasysh farku është të lajmërohet edhe të shkoj, kështu që po ja dalë për zotën, po ja dalë mirë, po ja dalë edhe vetë. Edhe vullneti është si i kin dëgjues të mirë.
Është për shumë e lakmi. vërtet, është shumë e vërtet, Se një shoqni e është shumë mirë e janë të vërtet. respektu me zveti, është me disa ndëgjues njëri komunikone, e përshëndes familjen Aliçkaj, që në Faleminderit. Gjevdetin fola një ditë për herë të parë me ta, një familje shumë e nderuar, e respektuar. Më menu se dikon perëndim se me sjelljet e veta me atë kohën që kushton radio se këtu mes njerëzve komunikimin, atij shtrimtari e përshëndes shumë, i uroj shëndet tana të mirë në familje. Kam pas nderin, Me bashkëshort, të korrigjoj, me bashkëshortën e vet Havën se me siguri ishte një zojsh e respektume, nderume, kam pas si e në shqip nderin shumë i mirë. isë kësi heri kur kam qenë takuhem me Gjevden edhe me Haven, po ashtu edhe me Elfejten, me bashkëshortën e saj, që ka qenë një knaci, po ka qenë edhe një befasi për mu, ku falenderoj Avni Qerimin që pikërisht ka E qenë përshëndes gjithë ndëgjuesin që e Elfetin, na ka Avnin, bashku. gjithë ata tjerë, çka i kinë e se Është thon knaci, Abedin është knaci. Berishën e gjithë ata tjerë çka i kinë në radio. Po, edhe Abedinin e kum taku me të vërtet javlejnë që shëcek edhe ti. Preshevën e Femeja Ta Heun e gjithë tash mi cek me emra gjithë mos pak mos dal. me harruna Ja, jo të një dhënëve, kështu thuj komplet. ja, Pe jos nuk dhe janë, gjë. të bojnë si lloj paketa. Çka kem tre aty parte, ma ki morë i sana diçka se Ë, pak si me intervalje mite, jo? Po, isa ishte tema pikërisht sët 5 vite me parë ish kryeministri, falni, dhe ish presidenti. Dha dërheqje dhe kështu që ju ngrit akt akuza dhe shkoj për hajk. Çfarë mendoni ti për këtu 5 vite? A kena bo na si shtet ball, a kishë mujtë bëjmë diçka ma shumë dhe sa e ndin Kosova mungesën e shlirimtarëve tanë që gjindën pa drejtësisht në hak. Mungesën e nin mas pari familja, e tyne shumë, e ndim shoqënia jonë që përshen se si po ndodh politika jonë pa njerëz politikan mund më konë çdo njoni. Po vendimars, shtet formues, lider, nuk mund më lider lind njeri. Nuk mund më bon çdo njoni lider ose diçka. Liderat bon me se këshyr, nuk e këshyr interesin e vetë, po këshyr interesin e kombit, shoqënisë, jashtë interesat veta individuale. E këta njerëz që janë hag atje, këta nuk e kanë këshyr interesin e vetë, po e kanë këshyr për interes të kombit, për mi mbrojt vlerat e asajna që kanë dhënë kontributin në kohën kur ata njerëz që sot janë në politik, edhe qaraveshën atje, se peshon një foto atje të qaravesh ata tre në televizor, nuk janë lider ata. Ata janë veç një politikan, që politikoni dhe mund me gënjy, mund me rajt. A këta që janë hag me të vërtet na mungojnë familje, sidomos, ish uroj që dalin sa ma shpejt ata kanë me dalë faqe bardh, se janë pjesë e historisë tonë, janë histori e lavdishës tonë, krenarisë tonë, që në kohën kur njerëz e kanë hub gjitha shpresat në vitet 92-93 që në mundu me organizu diçka, po shpresat i kanë pas të humbë që na mund një luft rezistencë të armatosë nuk mund me bo me Serbi, me një Jugoslavi, se ishte një Jugoslavi, që e ishin një fuqi evropiane, ata dhanë shpresën e dhanë atë dritën në fund tunelit se ne mund me pa dritën. Edhe me një afat që popujt tjerë luftojnë që 50 vite, ata e organizun popullin, i dhanë shpresën, i drejtun popullit se ky popull e dën lirinë edhe mund me luftu, mund me formu mesht, mund me fitu mesht e vetë, edhe me fitu luftën. Edhe fitaj, i boni mesht e mirë, po njerës që erdhen politik, e bon damin shoqënisë që 5 vite Kosova ka stagnu për mendim temin, unë flasë gjithmonë për vetë vetën, në gjitha ekonomin, shpërngullet madhe populatës, një helem të madh, një kontaminim popullit që i thot Kosova është nuk ka asgjë, Kosova s'ka asnjë perspektivë, Kosova s'ka asnjë sen, ka hajmi, ka kriminalitet, ka njerëz pa shkollum, e tu e ditë si sta njerëz që janë shkollu në shkolla që tonat janë bërë deputet, janë bërë mjek, janë bërë gjithë, o bo një helmim i madh i popullatës, populata ka dalë në qëto
4 vitet e mrama edhe përpara shpërngul, për arsye të ndryshme, për ekonomi, po në këto 4 vitet e mrama është një shpërngulje shumë e madhe, është ekstreme, diku në afër, bazë statistike, 180.000 njerëz, dafër përmi 200.000 vetë që kanë dalë. Edhe o arrit që shtetet aleatit që i kemi, me ata njerëz mos na qeldejen kërkushiq. Edhe të arsyetojmë vetë vetën të thonë, na jemi diku, na po shkojmë në Francë, po shkojmë në Belgjikë, edhe unë shkoj në Francë, shkoj në Amerikë, çdo njëri për neve, po mu taku me ato dyrt, ku duhet ekonomia, ku duhet perspektiva e shtetit, nuk është taku asnjë politikan i Kosovës. Dhe më thonë që të 9 muaj ditë ma të peng shteti i Kosovës me propaganda, me rana, që është për keqar dhe sot ishte edhe përvjetori i një djali të ri që në bazë dhonave ka gjujt parlamentin edhe ka bo një vrasje, një vetë vrasje atje, që nuk mu e ditë. Edhe sot, mas 5 vite dalin antarët e familjes, përdojnë antarët e familjes, prindit e tina, që ishtë deputet, 5 vite se ka përmen, as baba, as nona, as kërkush, sot dalin për shkak votave, edhe përkujtojnë, thët, akuzohet prokuroria, s'po bojnë kur gjon, a harran si pushtet e ka pas edhe burrin e vet, baba i prindi i atij Deharit ka qenë pushtet 5 vite. 5 vite kanë qenë ata që kanë kallë Kosovën, edhe se kanë bo asnjë hap, po akuzohen tjertë. Sikur më najtë Kosovën, pa thonë ata shtrimtarët, me thonë, pe akuzojmë Turqinë që ka 500 vjetë, pe akuzojmë Serbinë që ka 100 vjetë, Romak që në konë përpara, dhe na dojmë më najtë që shtu vish me akuza, po me bo një hap të mirë nuk e kanë bo, edhe Kosovë është që 9 muaj është kesh për të shinkon këta njerës, këta politikantë, që në Hagë, ata këshin bo një hap guzimshëm, edhe këshin bo në një marveshje, në një hap qeverisës, në diçka, këshin të i kalu këtë situatë, edhe kjo situatë nuk kishar dhe i këto. Këta i mungojnë Kosovës, uroj që mos dënohen, po ne si popull s'kemi bo pak, kemi bo shumë, pak e hiq, që nuk kemi dalë në guzimin me shprej ata që jenë dëshmitar të rajshëm, pe familjeve tona, pe dajve, pe kushreve, pe akrabajve, sa ata nuk kanë shpik pe planetit pe hone. Ata dëshmitar që jenë të maskum në perda atje, si pi përshëndet një mas perdeve, ata njerëzin shku në Hagë. Familjarët e tyne e din kush janë. O dash familjarët e tyne, me njëherë më dalë në opinion mi demasku, me thonë, ky nuk është pjesë e familjes tonë. Ky njeri është u gëny, ky njeri nuk ka autorizimin e familjes. Edhe situata kështë ndryshu komplet. Po ata njerëz marrë që 5 vitet kinda pun, mashtrum, të rajshëm, edhe sa dul, për shkak të votave dul kryeministri dhe tha, unë e kom kërku lirimin e tyne që tek në vitin 2022. Që me të vërtet është një gënjeshtër për shkak të votave që kur më dalë drani ajo farë prokurore, çka është ajo, Trandafilova, ajo ka më dalë mas një mujve s'tashin pushimet ajo s'del, po mas një mujve dyve ka më dalë, ka më thonë, jo nuk e në vërtet, se ata kanë bo një kërkes, po jo të kompletu me atë kërkes, edhe ne nuk muj me bo, nuk kemi muj gjo me bo, dhe ta rajnë për shkak vota. Këtë jenë të ashtë njërë politikë me bo kamuflazhën e për njerëz, me bo vota dhe si ku shtash si është me krye parlamentarin, që me ministrin që kanë propozu, dytin, veç me shty zgjedhjet, me shty dhe poplit tjekës keqe ma keqe. Këta njerëz i mungojnë Kosovës. Na kemi bo pak, po mundohem i kemi bo në Hagë. Jenë bo 2 herë të bimet, jenë bo në Tiranë, jenë bo në Prishtinë, tash ka më bo edhe në Strasburg. Uroj që njerëz bile s'pa ku t'jenë pjesëmarrës që asaj ati të bimi, edhe ku t'jenë këto të bimet marrin pjesë ata që kanë mundësin. Po këta kanë më dalë faqebartë, po 5 vite gjys jenë të kinda pun. Këta jenë pjesa ma lavdishme e historisë tonë. Po, a i kemi qunë Hagë, i kemi qunë tu i shajtë, tu folë keq për ta, tu i sulmu, pa e ditë heq, pa i pa, pa i njoft, pa i ditë jetën e tyne, rrugtimin e tyne, na e kemi folë shmas për ta. Na dhe sot flasim njerëz të
unë e di si ka keq përdorime, ka njerëz që lejmu, jam veteran, ndoshta nuk është i vërtetë veteran, po kur thonë njerëz 60.000 veteran të rrajshëm, atë s'ka si luftar i vërtet. Njerëz të refuzojnë me një fjalë që thonë 60.000 veteran të rrajshëm, domethënë s'ka asnjë veteran, domethënë asnjë s'ka në luftë. Ajo është keqardhë si na nuk dimë të thonë aty në njerëzve stop. Na lëzotni, kur të dish si është i rrajshëm, shko deklarova aty në prokuri, po mos fol, mos bë propaganda. E lule pak të fola se nuk mund të qatë shumë me mja qëllu, po unë shprej ato që ka mendoj unë. Shumë faleminderit për këtë Po fjalë. fajt i kemi na shumë vetë, shumë sene që nuk dim t'ju thonë këtyne njerëzve stop, se në qoftë se din dikon që akuzon se është veteran i rrajshëm, ka bo krim, ka vrat dikon, ka bo një të keq që shkon prokurori, bëna këtë akuzën, qoni deklarat atje, atër fol. Po jo me të nimet qajtorëve, se me i nate që nuk i din as vetë, po sa aty në gënjeshtarëve ranca që në për televizionet ndryshme. Që të lule farnesh për kohën, se në është akidhën dhe ndëgjues tjetër. Jo, faleminderit Edhe shumë. tjerë kanë qef me ngu muzikë, me siguri, unë pak... Jo, s'ka gjë, kisha edhe telefonata, shumë Se faleminderit për gjithë i respektin. mbregos kjo punë, gjithë shqiptarët i mbregos kjo punë, nuk ka shqiptar që ka qef, pas aty në serbofilav që janë, dikon një 20% që janë, që nuk kanë qef me i pas lirë. Po ata janë pak. Që është natën e mirë, falenderoj shumë për kohën. Faleminderit për bisedën, faleminderit për telefonatën, kalo bukur, e dëgjohëm në radhave në emisionet e radhës. Natën e mirë gjithë mirë atis. Faleminderit shumë. Natën e mirë tonë. Pra të dashur dëgjuese, kishëm edhe Isa Bajramin, pra pikërisht nga vendlindja nga Kosova jonë, ku e përshëndesëm dhe falenderojna, respekt për mendimin e tij, faleminderit për të gjithë ju që na telefonuat dhe e dhat mendimin e juaj. E cik edhe një herë, mos më kërkoni falje, çdo person që telefonon ka drejt të jap mendimin e lirë. Jo dini që këtu nuk tolerohet vetëm gjuha e urrejtjes, tjerat krejt çdo gjë është e mirëseardhur. Ne jemi për ju këto që të jeni sa më të lirë, të shprehni sa më lirshëm, të jepni kontributin e juaj. Të paktën të dëgjojmë edhe mos mujshëm me bë diçka, as nuk mujna ndoshta diçka me bë më shumë, por të paktën të japëm mendimin tonë dhe atë çka na nin zemra. Kështu që këto ju tham natën e mirë, respekt për të gjithë ju që ishit në komente, respekt për të gjithë ju që na dëgjuat dhe na shoqëruat. Zoti ju rujtë dhe ju bekoft kudo që jeni me familjet e juaja. Faleminderit shumë nga unë, moderatorja juaj, pronarja kësaj radio dhe stafi i Radio Zërit e Lirë. Të ju tham natën e mirë, gjumë tamel, gjumë qejtë mirë beqë dhe mirë u dëgjoshëm në emisionet tona të radhës. Deri atëherë, ton ton.